Së pari u dakorduam që ta mbajmë seancën solemne me rastin e 28 vjetorit të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pra kjo seancë do të mbahet me datën 5 në orën 10 dhe përveç krerëve të shtetit do të flasin edhe përfaqësues nga grupet parlamentare. Diskutuam edhe për përzgjedhjen e sekretarit të përgjithshëm të Kuvendit të Republikës së Kosovës, ndonse antarët e kryesisë kërkuan më shumë informacione për procesin e deritanishëm, prandaj këtë çështje do ta trajtojmë në mbledhjen e ardhshme të kryesisë së Kuvendit. Trajtuam edhe disa kërkesa që ndërlidhen për projektligjin për parandalim të vetvrasjes, që është një nismë qytetare. U dakorduam që t'i takojmë nismëtarët që të flasim për këtë çështje dhe për qëllimin e kësaj nisme. Gjithashtu edhe disa kërkesa të natyrës administrative i trajtuam si kryesi e Kuvendit. Sigurisht që të gjithë ju jeni të interesuar raport me çështjen që e kemi përpara, që ndërlidhet me zgjedhjen e presidentit apo presidentes së Republikës së Kosovës. Më lejoni që t'i adresoj disa çështje për këtë temë, që vlerësoj që janë të rëndësishme, edhe për shkak të kërkesave të shumta drejtuar në kabinetin tim raport me të njëjtën. Pra, kryesia e Kuvendit nuk mund të veproj pa pasur kandidat të cilët i kanë 30 nënshkrime. Pra, kërkohet që të jenë 2 kandidat, por lejohet që të jenë edhe 3 apo 4 kandidat, sepse siç e dini, Kuvendi i Republikës së Kosovës i ka 120 deputet dhe secili kandidat duhet i ketë nga 30 nënshkrime, por një deputet nuk mund të jap nënshkrimin për 2 kandidat, pra vetëm për një kandidat. Zgjedhja e presidentit pra është një moment i rëndësishëm, prandaj si kryetare e Kuvendit konsideroj që procesi i zgjedhjes së tij apo saj duhet të reflektojë përgjegjësi, maturi dhe mbi gjitha frymë bashkëpunimi. Pas konstituimit të Kuvendit, por po ashtu edhe votimit qeverisë re, vendi ka nevojë për stabilitet politik dhe për përqendrim të plotë tek prioritetet që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve. Pra nuk është koha as për përplasje, as për kërkesa të paralizueshme që e largojnë procesin nga thelbi i tij. Kushtetuta dhe aktgjykimi i gjykatës kërkon 80 vota në kuti për 2 raundet, pra për raundin e tretë dhe të dytë, ndërsa për raundin e realisht janë 3 raunde, raundi i parë, i dytë dhe i tretë, por në raundin e tretë mund t'i kemi vetëm 61 vota për. Pra, ne është e rëndësishme që t'i kalojmë 2 raundet e para me nga 80 vota në kuti, ndërsa raundi i fundit apo raundi i tretë mjaftojnë që t'i kemi 61 vota për. Kjo do të thotë se fryma e saj është qartësisht frymë konsensusi, asnjë palë vetme nuk mund ta bëj, prandaj duhen diskutime të sinqerta me kërkesa të arritshme dhe jo barikada të patejkalueshme. Si kryetare e Kuvendit mirëpres diskutime dhe takime që kanë nisur ndërmjet partive politike, mbështes po ashtu çdo përpjekje serioze për dialog konstruktiv mes palëve politike me qëllim gjetjen e një kandidature që bashkon. Kemi shumë punë përpara, qytetarët presin rezultate, reforma por dhe stabilitet, zvarritja e proceseve apo futja vendit në një cikël të rizgjedhor do të ishte një kosto e panevojshme politike, por po ashtu edhe institucionale. Pra edhe një herë që të rikthehem tek çështja, ne jemi pyetur se pse kryesia e Kuvendit nuk po vepron me thirrjen e seancës për zgjedhjen e presidentit apo presidentes. Ne si kryesi e Kuvendit nuk mund të veprojmë për sa kohë nuk kemi nominime, pra kandidatë të cilët i kanë nga 30 nënshkrime të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në momentin kur ne do t'i kemi, do të mblidhet komisioni për licitacion, do t'i trajtoj të njëjtat dhe pastaj do të ketë seancë për zgjedhjen e presidentit apo presidentes.